Boksieri kuksian Met Hoda, kampioni i Shqipërisë në boks për peshat e rënda, ka dhuruar edhe një tjetër paraqitje të madhe në ring, duke mposhtur Sinan Kizitas në një mbrëmje sportive të ndezur në Parkun Olimpik në Tiranë të mbajtur me 5 prill. Në një atmosferë elektrizuese dhe përballë duatokritjeve të shumta të tifozëve, Hoda konfirmoi edhe një herë statusin e tij si një nga emrat më të fortë të boksit shqiptar. Kjo fitore nuk përbën thjesht një sukses personal për Hodën, por edhe një moment të krenarie për Kuksin, qytetin që vazhdon të nxjerrë sportist me karakter e ambicie. Triumfi i tij në kryeqytet u prit me entuziazëm nga sportëdashësit dhe mbështetësit e tij, të cilët e shohin si një simbol force dhe përkushtimi. Takimi i boksit në Tiranë solli duele interesante dhe emocione të forta edhe për sportistët e tjerë kuksian. Në ring u ngjit edhe boksieri tjetër nga Kuksi, Klodian Mema, i cili zhvilloi një përballje të fortë ndaj Aleksandër Gricës. Edhe pse këtë herë nuk arriti të marrë fitoren, Mema tregoi shpirt gare dhe një performancë dinjitoze, duke mbajtur gjallë rivalitetin dhe emocionet e publikut gjatë gjithë ndeshjes.